mund t'jesh ateist, mund t'jesh kriminal, mund t'jesh gjithçka, vetëm duhesh thuash se je musliman. Qor dhe ju. Po që se nuk thu je musliman, ti je i linçum brenda llojit këtë në Maqedoni, me pas mundësi edhe të ekzekutoj. Dhe këtë kena me bon sa ma shumë, kena me përhap këtë lajm, me kuptu se i njëjti sistem fillon me deportu edhe në Kosovë. Ju keni me thonë si është e mundshme është. Nuk është vetëm një neq, Necmedin Spahiu. Nuk është vetëm Necmedin Spahiu që i thot Hillerim Latifit, nëse ti bashkohesh me Shqipni, unë kam me ka pushkën me të liftu kundra teje. Nuk është vetëm negja. Ti shkon vetëm negja, është punë shumë e lehtë, po ka shumë si negja që mendojnë ashtu që ende duhet mi marrë urdhrat prej Beogradit dhe prej državni imamave. Prandaj hoxhallarët janë armiqt përbetum të Bashkimit Shqiptarëve. Asnjë hoxh nuk e ka guximin me dalë, me thonë dhe me manifestu shqiptarinë dhe me bashkëtu tokat shqiptare.